Lobova e Kryqit bën pjesë në grupin e vendbanimeve të luginës së lumit Drino. Lugina është 30 midis vargut të maleve Lunxheri e Bureto në lindje dhe malit të Gjerë në perëndim. Lugina ka lartësi afro 200 deri në 270 metra nga niveli i detit. Lumi i Drinos, duke përshkruar fushën e Dropullit, ndjek një rrugë gjarpëruese. Kjo luginë ka një klimë kontinentale me verë shumë të nxehtë e me dimër me rreshtë të ndendura shiu. Nuk mungon bora e cila mbulon majet e maleve duke krijuar peizazhe piktoreske. Karakteristike e vendbanimeve është pozicionimi i tyre në faqet e maleve. Kjo luginë është nga më të pasurat në territorin e Shqipërisë, me gjurmë vendbanimesh antike dhe mesjetare. Vendbanimi i Lobovës së Kryqit është i vendosur thellë në shpatin verior të malit Bureto, i cili ngrihet dhe rrethon fshatin si një teatr antik. E ndodhur rreth 530 metra mbi nivelin e detit, Lobova e Kryqit ka qenë pranë saj edhe një vendbanim tjetër më të hershëm dhe pikërisht Kalani i Lobovës. E vendosur në rreth 700 metra lartësi mbi nivelin e detit, në një rast të pirrës shkëmbore, muret e kalas ndjekin terrenin me vija të thyra dhe përforcohen për dy kullash, ku njëra është rrethore dhe tjetra trapezore ideale. Fortifikimi i Lobovës zotëron një pozicion të shkëlqyer strategjik dhe kontrollon një sipërfaqe të madhe të territorit dhe luginën e lumit të Suhës, i cili ka pranë dhe një burim të pashtershëm që e furnizon me ujë me emrin e tregues Syri Kaltër. Por fokusi i vizitës kur vjen në Lobovën e Kryqit është kisha e Shënmërisë, me kupolën e saj madhështore që duket prej largësisë. Mes qiparisave të lartë dhe mureve rrethuese të gurit, ajo i mi pret në gjerin e saj. Ajo sugjestionon dhe vizitorët më skeptik me vëllimet elegante arkitekturore si dhe me pasurinë e rrallë të dekorit të jashtëm strukturor me tulla të kuqëremta. Ne ishim